Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte në studio do të diskutojmë në lidhje me komunën e Vrapçishtit, pra përzgjedhjet lokale të vitit 2025 që pritet të mbahen më 19 tetor dhe në studio kemi të ftuar dy kandidatët për të parin e komunës së Vrapçishtit. Në anën time të majt kam zotrin Isen Shabani nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirësi u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat qeni dhe zotrin Mehmet Seferi nga koalicioni Vlen. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Rita, faleminderit për ftesën dhe shumë mirë që keni organizuar këto emisione debative. Besojmë që do t'ja sqarojmë qytetarëve planet, idejat tona për zhvillimin e komunës. Pikrisht aty do doja të vazhdoja temën, pra do kisha lutur që të përmbahemi nivelin e debatit dhe gjithë debatin ta drejtojmë në aspekt të promovimit të ideve dhe projekteve të cilat ju premtoni se do t'i bëni për të përmirësuar jetën e qytetarëve të komunës së Vrapçishtit. Me që jeni kryetar aktual dhe garoni për mandatin e tretë, nëse nuk gaboj, të komunës së Vrapçishtit, a mund të na thoni se çfarë keni bërë gjatë këtyre dy mandateve dhe pse qytetarët duhet të votojnë për një mandat të tretë? Po unë në këtë drejtim për mandat të tretë, duke pas parasysh që shumë projekte, shumë punë kemi realizuar në komunën tonë dhe ishte si nevoja asaj punët të cilët janë në vazhdimsi duke u punuar që ato projekte të realizohen deri në fund dhe kuptohet në programën 4 vjeçare që kemi para pa fokusin tonë më tepër do me thënë në një komunë urbane dhe një komunë të pastërt e të gjelbërt. Kjo është edhe arsyeja dhe qëllimi përse jam për një mandat të tretë. Okej, zotri Seferi, ju si shifni punën 8 vjeçare faktikisht të zotrit Shabani dhe pse qytetarët duhet të zgjedhin juve në vend të zotrit Shabani për mandatin e ardhshëm? Shifto një muaj më shumë të fundit kontakte me qytetarë, me bashkëqytetarët tonë të komunës, ka shumë ankesa. Oponenti që ka përmendi projektet që ka, projekte finansuara nga komuna janë shumë pak ose hiç. Projektet janë krejt qeverisë, pushtetit qeverisë dhe prej organizatorëve ndërkombëtare. Tash nëse do të shifshim të pyesim qytetarët, s'ka vendbanim ku nuk kanë kohën, që ka probleme me ujë, me infrastrukturë, me kanalizim, me deponi të egra, me në një situatë për ballafaqon, me një situatë mjerueshme në komunën. Po kjo është arsyeja pse unë kam dalë kandidat, du ta ndroj këtë situatë në komunën tonë, du ta zhvilloj ekonomikisht komunën, tjese pastër, tjese me investime, tjese me deponi të egra të pastra ku do të mbillen lule, pyllëzimi ku do të bëhet. Ajo ideja ime është që dalë dhe ta zhvilloj këtë komunën. Me që në fillim nuk e shpjegova, pra secili kandidat ka drejt për replik dhe kundër replik të asaj që thoni, tajmeri nuk e kemi vendos për shkak se shpresoj që të kemi një mirëkuptim përse të ketë kohës që oponenti cilat projekte i ka vënë komuna, jo pushteti qendror apo organizata ndërkombëtare. Le të na sqarojnë se do të projekte komuna i ka. Të gjitha këto projekte që ishe janë nga ani komunës dhe janë projekte që unë i kam punuar, projekte që unë i kam i menaxhoj dhe për pjesën që më thuë se janë projekte të qeverisë, do kisha dashur ta themi një që është projekti i qeverisë pa iniciativën e komunës dhe pa përpilim apo projektim të çdo zone apo çdo investimi, qoftë në infrastrukturë, qoftë në kanalizim. Projektin e ujësisë të fshatit Vrapçisht tash ka është punuar. Po, edhe punohet. Është baza e kush ka dhënë projektin, ama sqaroj mirë. Projektin e ka punuar komuna, e kam punuar unë personalisht. Jo. Projektin ka dhënë qytetarë që kanë punuar privatisht. Ato që kanë mbledh tolla për rregullimin e ujësisë, projektin ta ka dhënë ty të gaç, se ty s'keni pas as projekt atje. Mendon që se kemi pas. Projekti është vetëm i zgjeruar, në atë projekt ku unë i kam afruar edhe qytetarët që ta shohin se bëhet një më mirë e përgjithshme dhe kam afruar edhe ish deputetët që në bashkëpunim me ata, ish kryetar komunësh dhe unë kryetar aktual dhe kemi punuar projektin. Dhe ai projekt është dorëzuar me iniciativën time. Dhe ata mjete nuk janë të qeverisë, ti pastrojmë një herë për gjithmonë, mos jemi domethënë konfuz ke kjo pjesë, se ajo është pjesë e kredisë e marrur nga
kredia hungareze, ku për kokë banor në fazën e parë kemi pas 45 euro dhe në fazën e ditë, në thirrjen e ditë kemi për kokë banori 125 euro. Dhe ato nuk janë paratë të qeverisë. Pasi finanson qeveria ato, thjesht janë paratë të qytetarëve të komunës së Vrapçishtit. Dhe ata para vinë në llogaritë të komunës së Vrapçishtit dhe nga ati bëhet disperzimi, shpërndarja ashtu siç unë kam paraparë për unë sa kam informata. Ju si komunë keni pas problematika shumë qeverisë, unë keni apliku me kërkesa, keni pas dokumentacion, dokumentacion se keni pas të rregullt. Jo, është afru, kam informatën për këtë që është afru 3 eksperta juve që të ndihmon. Unë mund gjithë shka të pranoj, shka është reale, shka është e shpifur, nuk e pranoj këtë se projektet kanë qenë të detajuara dhe të përpiluara aq mirë sa që vetë për çdo projekt kam ndaj ko në detaje kanë shqiptor. Ju çka i keni preshëritat në fshatin Dobërdoll ato rrugët? Jo, por rrugët në fshatin Dobërdoll. Do të kaloj, ama sqaroni pak. Po e keni, pak. Pa problem. Më mirë të informoj unë me realitetin se sa nga lartje të kanë thjesht ke informata të gabuara. Mos tem tani të kanë manipuluar, se nuk kemi në moshë të manipulon, po thjesht ke informacion të gabuar. Jo, realisht. Veç du ta tregoj që të mos i harxojmë krejt temat për njëherë për shkak se kemi posaçme për secilën temë pra dhe për infrastrukturën. Fshatin Dobërdoll, fshatarët kanë lisën që kanë financu vetë. Cilën e ka financuar? Të dy rrugët, çka kanë bërë? Unë e pash lisën që kanë dhënë. Është publike, mund ta shohësh në vetfaqen e komunës pagesat të cilat janë bërë. Fazën e parë, domethënë mjetet të cilat i kanë. Unë kam pa lisën se bashkëfinancim të qytetarëve janë bërë rrugët. Mase ju vetë keni prerë. Do t'i ndash, nëse ka në ujësjellës është e vërtet. Që kemi partneritet privat o publik dhe qytetarët kanë investuar në ujësjellësi, që unë këtë nuk e mohoj, sa ato janë qytetarë të mi, se nesër do të dalë para atyre dhe ta tregoj realitetin. Kurse pjesa e rrugës, gjithçka është e financuar nga komuna e Vrapçishtit. Asnjë cent as për trotuar nuk ka të dhënta. Okej, me lidhje me ujësjellësin e fshatit Dobërdoll. Me kredin prej bankës botërore që keni. Deri ku, pse nuk është lishur në përdorim? Edhe kjo është gabim, që nuk e kemi marrë ato me bankën evropiane, nuk është kredi, po jam domethënë, është në fshatin Vrapçisht. Jo, në fshatin Dobërdoll ajo cila instanti që ka mbet pa lishu. E ke fjalën për filtr stacion, jo si filtr stacion. Kështu në rregull, okay. Ne duke pasur parasysh kostën, kjo është për filtr stacionin dhe kemi disa pjesë që ende i kemi me azbest. Edhe tani pas 8 vjetëve ka ende azbest aty? Po kjo është nga mandati ju që keni qenë 3 vjet. Kur që ju keni qenë antar i BDS. Dhe këto i kam trashëguar nga ju. Jam kon funksionari i komunës. Ti ke qenë edhe avokat i komunës, personal i një vjet. Po, ti ke qenë. Edhe ti ke qenë në atë qeverisë. Ti e di shumë mirë se ke qenë antar i asaj partisë dhe ke qenë i punësuar aty. Dhe këto probleme i kam trashëguar. Bashpartia te këtu, koalicioni ju. Në rregull, tash jemi këtu, disa ndivrit nuk janë, disa janë, shumë e vërtetë, që s'mohohet ajo. Mirë, po këto janë probleme të cilat i kam trashëguar. Dhe tani punoj pjesërisht ku çdo investim i joni, spaku çdo investim që unë si jam kryetar komune, bëhet në detaje, në standarde evropiane, që mos i kthehemi një investimi që sot e bëjmë. 8 vjet jeni ju kryetar komune. Ti çdo ditë të kishe lut kanë një gur, do t'i rregullosh punën. Na kemi sot tash më lajmërojnë për Vrapçisht, s'kemi ujë. S'kemi kanalizim, tash lajmërojnë, s'kemi ujë Vrapçisht, s'kemi kanalizim. Okej. Ti marrim temat me minutën për kanalizimin. Ta informoj se sa punë janë bërë, se nuk ka informacion. Unë e di që zoti Mehmet nuk ka jeton Vrapçisht. Për kohë gjatë jeton në Shkup. Dhe informacionet që i ka të gabuara. Prandaj unë jam edhe kryetari, unë jam edhe kryetari që kam për obligim moral dhe njerëzor të njoftoj me punën që janë bërë në komunën e Vrapçishtit. Unë me fjalë s'du debat, po kam raportin e entit shtetëror për revizion. Unë e lexova, është të janë publik. Okej, ja, të ti njoftoj unë. Të janë publike prej entit për kemi publike. Çdo projekt është publik. Çdo investim është publik. Situata si është tu, veç ta gjej, veç ta gjej letrën. Se ne kemi investime në arsit, kemi investime në kulturë, kemi investime në sjellës, kemi investime në infrastrukturë, kemi investime në kanalizim, ku tani kemi filluar me projektin e kanalizimit. 51 kilometër mban komplet territori i komunës së Vrapçishtit. Projekt jetik dhe projekt ma dhorë që nuk është menduar dhe nuk është besuar që asnjëherë do të jetë realizimi i projektit. Po mi konsideroni temat para kohë, dhe kisha jo, mund të pyesim dhe të debatojmë, po e mira është që ju të vazhdoni me programin dhe ne jemi për të përgjigje. Një replik dhe kundër replik të shkurt, megjithatë do kisha dashur që tim përbahemi. Pra, ja do të vazhdojmë aty ku e nisët ju. Zotëri Seferi, si është gjendja me ujë të pishëm në komunën e Vrapçishtit
dhe nëse mund pika të shkurta të na elaboroni se çfarë do të bëni ju që ky problem të zgjidhet një herë për gjithmonë. Shif, njerë ujë s'ka, edhe ai ujë kur ka... Në cilat vendbanime nuk? Krejt vendbanime, do Vrapçishtit, Toplica, do Blulli, Zubovca, Gallata, Sanakosti, Gradeci nga fshati nga Vjenki, dhe kanë shtini gyp Gradec atje te Likeni edhe vjen ujë i papastër. Nuk është as për pi, as për higienë, as për kurrë. Ne kemi shumë probleme me ujë. Çfarë do të bëni ju për ta zgjidhur këtë problem dhe si do Na do t'i njerë i kemi një plan të i bëjmë projekte detale për ujësjellsin. Është faza e parë, ka nisë kjo ujësjellsin Vrapçisht, po do t'i kryjmë tamam si duhet çka thuhet. Kemi programin ton, do t'i investojmë edhe nuk do t'i lëmë punë të shkojnë në gjysmake ose hiç. Keni ndonjë projekt konkret se sa mund t'ju kushtojë kjo dhe nga do i mirë financat për degëzimin ndoshta të rrjetit? Shif, na financat do t'i marrim njerë të komunës. Se këtu harxhohen shumë para në komunë, që nuk ka 30.000 euro në mbajtja e veturave, ka 20.000 euro për pastrimin e rrugëve, s'ka borë, ato duhet atër me liqës 30% paguhet, jo 100%. Shumë para harxhohen në komunë pa nevojë. Na ato do t'i shkurtojmë, ato do t'i dedikojmë për ndrymin e gypave të ujësjellsit. Azbestit ka shumë problem edhe në Zubovcë, edhe në Vrapçisht, edhe këtë fshatrat. Ato do t'i ndrojmë në financimin tonë. Plus, na kemi projekte të gatshme deri diku, që do t'aplikojmë në qeveri, pushtetin qendror, institucionet ndërkombëtare, edhe jemi serios këtë punë që do t'i kryjmë këtë punë. Faleminderit të Seferi. Zoti Shabani, në lidhje me ujin në patëm një debat më hershëm, pra ndonjëherë ndoshta është edhe pa klishe që debatohet për ujë të pishëm në shekullin 21 vitin 2025. Megjithatë, çfarë keni bërë në këtë aspekt për furnizim ujë të pishëm të gjithë komunës dhe fshatrave që gravitojnë në komunën tuaj dhe çfarë do të bëni 4 vitet e ardhshme? Rrjeti primar, që është edhe rrjetin sekondar që kemi. Njëherë për korrigjim, se nuk ka projekt detalj për s'bën projekte, se nuk janë projekte, do me thënë, të tokave, të urbanizimit, të hapësirave, gjelbrimit e kështu me radhë, po janë projekte, do me thënë, projekte me kualitet të lartë, që është projekti ujësjellsit, dhe fazën e parë ne kemi mbaruar. Tani jemi në fazën e dytë. Kurse në fshatin Vrapçisht, konkretisht flas, pastaj do të dalë në fshatra tjetër. Kurse rrjetin sekondar, do thënë, shtrirje në gjithë fshatin ne kemi realizuar para 3 viteve. Në fillimin e mandatit të dytë. Komplet fshati ka rrjet të re, me gipa, do me thënë, me standarde europiane, dhe presim që të realizojmë fazën e dytë tani, në mandatin e tretë, bëhet faza e dytë dhe rezervuari për ujë me 500 metër kub ujë që do kenë. Dhe Vrapçishti njëherë për 50 vitet të ardhshme ju garantoja këtu, se ky projekt është veç duke u punuar, nuk është se premtohet. Në 50 vitet të ardhshme, Vrapçishti nuk do ta ketë këtë problem. Kur unë kam merr në 2017 kryetar komune, Mehmeti është dëshmitari asaj që nga 1 muaj nuk kam pasur ujë, qoftë kohë verës, kohë dimrit. Unë e di se si e kam regulluar. Situata e tani 24 orë. A është përpia? Jo, jam dakord me ti, nuk është përpia. 24 orë shtak, jetarët janë dëshmitarë. Pavarësisht ne çfarë themi këtu në emision, vlerësojnë qytetarët kur do dalin në terren dhe ditë kur do të votojmë. Ja është vlerësimi i qytetarëve, do alëm qytetarëve. Po kjo është realiteti. Kurse në fshatra të tjerë ka 24 shtatë. Edhe ato që thot në fshatin Gradec, unë jam nga Gradec. Dhe unë e garantoj atë se unë e pi atu, dhe unë e bëj çdo herë analizë, dhe e pi unë, pi familjen, dhe pi gjithë qytetarët e mi, që është i garantuar dhe ka 24 shtatë. Edhe në fshatra tjerë, në fshatin në Votin ke 24 shtatë, në çdo spinë të vitit, në çdo kohë. Është e vërtetë kjo. Po i kemi qytetarët dëshmitarë, unë do ta elaboroj këtë kjo. Është qytetar, nëse nuk është kështu, në ndonojnë me votë. Në qoftë se ashtu, ato do m'japin votë mu. Këtë që e them realitetin, se ne nuk mund të manipulojmë sot qytetarët tanë. Se ne janë nga ky emision të kthehemi me qytetarët. A ke kalu ti në Vrapçisht? Ti vjen punë prej rrugës. Sigurisht do ditë kaloj. Ke pa ato deponitë e egra ti në Vrapçisht? Që i qita foto. Prej rrugës për Gallaçka, ke pa ato foto që kemi lishuna? Çka është puna me deponitë e egra? Me deponitë e egra do ta thrasësh ministrin tënd dhe do i thosh çka. Sa ata menaxhojnë, nuk menaxhoj unë. Me deponitë e egra. Keni ju shërbim aty që ndal ato? Kemi ato. Shërbimet tona janë. Po 24 orë rrotullojnë me vetura argjend, benzinë kot. Cilët? Krejt ato shokët e tu që i sillin. Të flasim se ti avokat me profesional. Po, unë tash ingerencat e komunës
inspektoratit komunal apo qeverisë. Do të jemi shumë korrekt. Ti je udhëheqësi asaj komunës, Fisan. Ti je udhëheqësi ti s'ke breka në polici nuk kam ingerencë. Jo, s'ka lidhja ja. Në polici nuk ti do ta lajmërone, bashkëtorët e komunës duhet e lajmëroj vazhdimisht. Po punë e qeverisë kjo që është realiteti. E lajmëroj inspektoratin e mjedisit. Edhe të njëjtën. Pse i lejon ti të udhën? Po nuk mundemi se s'kam ingerencë për ta ndalë, do të ish korrekte. Nesër edhe me arti, kjo do të qeshë. Jo, unë ndalet për një ditë. Jo, besë ndalen as ditë se ligji janë mbi gjithë aty avokat. Ti e di shumë mirë që në procedurë se si janë. Ska procedurë, aty duhet juridik, në kjo pse ja avokat. Duhet angazhimi yt pak, më shumë. Ti nuk vjen punë, ti vjen pi 11 deri në 1 rrin punë, nuk e ti je i pari i komunës, ti duhet qesh më i prezent në përfshatra. Edhe me qytetarët, edhe në kohë të punës kur duhet, edhe në për institucionet qendrore ku duhet aplikime, takime, çdo herë që ka thirrje, ndjeki domethënë programet të cilët janë të para investime kapitale, shpërndarje të kështu me radhë, është vërtet që unë jam 24 orë. Jo në orë të caktuar. Unë jam 24 orë kryetar komunës. Edhe në jetën e përditshme, edhe në këto ditë që nuk i kemi ditë punë, unë i bëj ditë punë, i bëj me qytetarët, angazhime, terenin. E shoh teren se sa punon. Ti me jo, është unë pa mos dashur, mos më keq. Jo. Është që nuk gjatë nuk e tjen vrapshisht. Vrapshisht unë e lëm për 8 vite. Jo, se kam lënë, unë kam nënën, babën, familjen i kam këtu. Okej, ju vetë personalisht nuk jetoni 8 vite. Unë gati se çdo javë më shumë se ti jam vrapshisht. Ka transformim. Unë nuk shoh se unë shoh prej Shkupi, unë vi pi Çajiri. Unë shoh transformim Çajir pozitive. Po, mbas 25 viteve kërkon të bëjmë megaprojekt në kryeqytet Shkupit. Po, di çfarë probleme ka pas atje. Okej, Çajiri mos i probleme në Vrapshisht nuk ka pas. Jo, ti s'ke pas ti problem. Ti je tjetër. Llogaria e Vrapshishtit është e komunës së Vrapshishtit është e bllokuar. E di të? Pse ti ta paguajtë në kohën e Zajvit borxhin? Pse është bllokuar prapë? Pikërisht për atë vendim të ligjit ku ti ke qenë avokat. Me SMS-ën që keni shkruar, që ke pranuar dhe mos bësh ankesën në apel 600.000 euro. Jo, ne kemi bë marrëveshje se ai borxhi ishte trashëguar te komunave para, se ishte 600.000 euro dhe janë për llogaritur 100% kamatat aty. Nuk u desh të marrish përsëri për llogaritje të kamatave. Ju keni pranuar me një vjet jam kon aty. Unë do ta jap vendimin e ligjit, ndoshta ti e ke harruar. Ti e ke pranuar si avokat 100% kamatën, domethënë nga drejt duhet ta dish. Do ta jap vendimin e gjykatës është dokumentacion. Dhe nga ai moment përsëri ke pranuar të ketë në qoftë se nuk paguhet në tërësi borxhi të ketë kamata. Po ai borxh arriti 1.200.000 euro. Shif ato procedurat ti avokat kam zhblloku llogarin që të funksionon atë lloj. Ai është një prej mënyrave si të zhbllosh llogarin. Shurtur u bllokua. Se 400.000 euro ka pas e vënoja. Dhe 1 milion prej nga janë ato borxhe janë edhe para atij kryetarit që ka i qa për me. Tregoj që është me llogari të bllokuar. Dhe si do i bësh investimet? Nga do i bësh investimet? Ti mos harxho ka 100.000 euro në vit për harxime, vetura, ato paguaj borxhet. Do ta jap edhe kontratën e 10.000 euro harxhi për veturat. Ti je i sigurt 600.000 denarë. Okej, sa është ajo 10.000 euro? Pak është. E din sa vetura kemi ne? Sa vetura? E din që ndërmarrja është e bllokuar prej kohës. Ato që shoti si 24 orë për komunë ato. E din që ndërmarrja është e bllokuar nga koha juaj. Nga i tender e furnizoj edhe ndërmarrjen. E din sa ekskavatore kam, me sa e ke lënë dhe sa ka tani. E din që ka 5 ekskavatorë tash për moment. Nuk e din këta. Jo, e di. Unë i kom mos i qarto. E din që vetura keni lënë. Një afë fundit keni spunësh, ti s'ke punu 8 vjet. Ti tash për vjet. Këto janë projekte të cilët kanë jetë paraplame në programin. Procedura domethënë e tenderimit zgjat në këtë kohë. Jo, zgjat se ti se din të bëju, s'dini të bëni tenderim. Jo, ju kam informata në qeveri. 30 ditë pas ju kanë ofruar juve 3 eksperta që ju ndihmojnë. Cilët janë ato eksperta që nuk i di? 3, po juve va kanë ofruar. Kush një ka i ofruar? Qeveria që ti kaloni projektet, s'keni pas kërkesë, s'keni ditë. Je sigurt se vetëm kur e kam ndryshuar, kam kërkuar që një projekt të anulloj, mjetet atij projekti të dislokojnë në projektin në cilësinë e Vrapshishtit. A ekspert për atë je i sigurt se unë dhe ekipi jemi ekspert. Unë ta tregoj ligjin për furnizime publike. Në vlerë ndër 500.000 euro mund ta bësh për 21 ditë. Kurse në vlerë që ka mbi 500.000 euro është 30 ditë do të jetë hapur tenderimi. Pastaj fillon evaluimi. S'ke para një vjeti ti këto. Tash që kesh gati. Në 5 muaj kam shkruaj kontratën, 6 muaj kam shkruaj domethënë për fazën e ditë. Mjetet të cilët u desh t'i kalojnë gjitha filteret. Domethënë aplikimet në Ministrinë e Qeverisë Lokale, pastaj në digasteret përkatëse Ministria e Transportit dhe Mjedisit, vendimi i qeverisë dhe këto kret kanë marrë kohë. Edhe
Do me thënë llogarit, mbasi që kam nënshkruar kontratë me ministri, përkatëse është dashur nga ajo momenti që e marr kontratën, unë duhet të hap llogari të veçanta ku i kam hap. Edhe kjo është procedurë. Unë po të kisha pas hapësirë, do me thënë në kohë, mundësi në kohë, unë di kisha edhe në 15 muaj. Po duke ndjek gjitha procedurat ligjore, kryetar komunal. Okej, 2 mandate. për të qeshur sigurt. Shohim na. Zoti Seferi, zoti Shabani, do kisha lut të jemi pak më të përmbajtur edhe të përmbahemi pra planet dhe pyetjeve. Zoti Seferi, çfarë keni parapar ju për ekologjin, për aspektin ekologjik të komunës? Ne e kemi parasysh se jo vetëm në Vrapçisht, po gjithandej na krijohen mini deponi në përvende ku kalojnë edhe fëmijët edhe qytetarët. Çfarë do të bëni ju që të largohen këto deponi një herë për gjithmonë dhe si do ta zgjidhni këtë problem? Shif na kanë ardhur edhe shumë foto faktikisht nga qytetarët e komunës së Vrapçishtit me të lajmëruar se ka deponi të egra në shumë vende, megjithatë ne nuk e kemi hapësirën për të publikuar tash. Çfarë do të bëni ju? Obligimi është i komunës të pastrojë. Po na do të ndërmarrim masa edhe kemi kështu plan të bëjmë programe edukative në për shkolla, të sensibilizojmë të nxënësit, të qytetarët, do të bëjmë kampanjë për komunë të gjelbërt. Do të jemi në bashkëpunim me publiko-privat, me firma, që ta përpunojnë, ta mirëmbajnë edhe ta bëjnë deponi ku do të kese një pikë grumbullimi, mas asaj do të jemi na të përpunohet, të rregullojmë ato punë. Po, ato do të bëjnë komuna, jo pushteti qendror, se na kemi bë plan për mjete, për sen që ato do t'i pastrojmë, do t'i pyllëzojmë, do të bëjmë kënde për fëmijë, do të bëjmë vende ku për sport, ato do të qatë plane kemi na. Okej, zoti Shabani, pse ka ndodhur që në komunë të Vrapçishtit, tash nuk është vetëm komuna e Vrapçishtit, ky fenomen na paraqitet në shumë komuna të tjera, sidomos në Maqedoni të Veriut, kemi pa që ka pika të grumbullimit të deponive, apo krimin e deponive të egra në për shumë vendbanima, apo s'ke rrugëve të ndryshme. Pse ka ndodhur kjo, zoti Shabani, dhe çfarë do të bëni që ta merrni masa faktikisht që kjo të mos na përsëritet mandatin e ardhshëm, nëse qytetarët u japin besimin edhe për 4 vite të ardhshme? Është e vërtet për atë që flitet, por nuk janë deponi të egra, janë deponi inerte. Qytetarët nuk dinë se ku edhe t'i hedhin ata mbeturina. Kjo është si fenomen në gjithë Republikën, nuk është vetëm në komunën e Vrapçishtit. Dhe komuna e Vrapçishtit nuk ka as buxhet për të mirëmbajtur deponi, se ne nuk kemi edhe të caktuar deponi inerte, se nuk janë në ingerencët përsëri, janë në ingerencët të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku ajo është përgjegjëse për çdo deponi, dhe ne, regioni i Pollogut, kemi një deponi, do të thonë deponi regionale, ku është deponia Rusino, dhe ne kemi një kontratë. Gjithë kryetarët e komunave janë antarë të atij bordi, dhe ne kemi deponinë regionale. Dhe ne u themi qytetarëve të shkojnë nga duke pasur parasysh hapësirën, kostën e kështu me radhë. Në pjesën tjetër ne nuk kemi inspektor ekologjik ku sistematizimi në nivel të komunës, ku sistematizimi nuk e lejon atë. E di shumë mirë nëse i kujtohet zotit Mehmet Seferi që nuk ka pasur as më herët inspektor për higienë. Pjesën tjetër ne kemi kërkuar që të kemi një inspektor për ekologji. Në këtë rast nuk na dhënë të më thënë asnjëherë nga ana e Ministrisë Financave apo jo, edhe financat ne mund t'i sigurojmë nga vetë buxheti, se jemi me vendim të Këshillit, mirë po do me thënë në Ministrinë e Ekologjisë. Jo, Ministrinë e Shoqërisë, që ne mund të hapim një vend pune për një inspektor ekologjik ta kemi, dhe mund përsëri ne vetëm mund të bëjmë çështjen procedurale. Dënimin e kështu me radhë, që ne duhet t'i takojmë, t'i shohim ato njerëz kush e ka hudhur ato. Se ne për të bëhet dikujt, ose për t'i qoftë në atë financiare apo një vepër penale që ta marrim pas ligjit, ka edhe vepra penale, ne duhet ta dimë saktë se kush e ka bërë atë, kush i ka hudhur ato mbeturinë aty. Do fillojmë një procedurë. Po. Edhe pjesa tjetër, më falë, ishte edita që mos dalim. Çfarë do bëni që këto mos na përsëriten më? Pra çfarë do të ndërmerrni që mos të krijohet as mbeturi, as deponi
inerte, as deponi tegra, pra si do të merrni masa? Në plan tani që të hapim domethënë higjienën publike, ndërmarrjen komunale për higienë publike, ku nga ajo ndërmarrje do të mundohemi maksimum që të jenë redarët komunal në teren, që ato të punojnë në këtë drejtim, të kemi një komunë të gjelbër të komunë të pastër. Se ne kemi edhe moton, domethënë që bëjmë transformimin e komunës nga komunë rurale në ato urbane, dhe shumë shpejt do ta kemi edhe këtë se me projekte kanalizim, ujësjellës, infrastrukturë, me shkolla më në arsim, më në kulturë kemi mbaruar. Tani Ka kalu treni 8 vite, zotërisë. Si? Ju ka kalu treni 8 vite, o tashta Unë nga transformoni këtë komunë. kam transformuar të, se Na këto kemi projekte plan. kapitale shumë milionshë. Na kemi plan Dhe të janë bëjmë rizgjedhjen e bashkësive lokale. Ne do të zgjedhim anta kryetarët e bashkësive lokale, të cilat do të mundësohemi na t'i japim rrogë. Ato do të jenë të angazhuar 24 orë për vendbanimin e vet. Edhe aty do të krijojmë një bashkëpunim me qytetarët e secilit vendbanim. Aty do të qesë ai linku komuna me qytetarët janë non-stop të angazhuar për mirën e qytetarëve. Okej. Zotëri Shabani, sa i përket borxhit të komunës. Kam një pyetje vetëm për të, pastaj do kalojmë nëse ka mundësi një replikë të shkurtër. Okej, urdhë. Se tha do të informojmë bashkësitë lokale. Do të rizgjedhim kryetarët. Domethënë do bëj zgjedhjen e kryetarëve të bashkësive lokale dhe si do e bëj këtë, në çfarë mënyre dhe si do i paguaj këto. Mund të më japë Ajo çfarë është për to? për një debat tjetër. Jo. Se kam bëu unë tash dislokimin e dislokimin e parave ju çka i argjoni unë ato do të devijoj për ashtu. Bashkësia lokale nuk mund t'i krijosh ti. Edhe pse do të bëhet një zgjedhje simbolike mes qytetarëve, domethënë unë do të jem bashkëpunim me qytetarë lokal. Po pjesë e pagesës nuk ke mundësi se si e bën. Harroj këtë. Do t'i Mos rregulloj. ma manipulojmë tani, se nuk është në rregull. Ajo është programi unë kur të vinë komuna atë le shohin qytetarët kush ka do të bëjë. Okej, dhe shë pa ka liqë. Që për arsimin çka të nisim, Okej. Zotëri Shabani, në lidhje me borxhin e komunës, sa është borxhi i komunës tash dhe me sa borxhe keni marrë ju? Komuna unë e ku marrë me 2.2 milion euro borç, komuna dhe 500 e diçka mijë euro ka qenë ndërmarrja komunale. Dhe me thonë 2.7 dikun. 2.7 bashkaj puni paralelisht. Edhe kam bërë shlirjen e borxheve të komunës dhe i kam ndihmuar edhe ndërmarrjes komunale që ajo të mund të funksionojë. Këto që i përmendëm më herët se sot gëzojmë domethënë 5 eskavator, kemi 7 vetura, që zoti Mehmet nuk i di këto, se në koalitiri nuk ka pasur asnjë ta garantoj këto dhe qytetarët janë të shmitar, nga këto 5 eskavatorë që punojnë sot terren e kështu me radhë, dhe pjesa domethënë 7 vetura që janë në shërbim të komunës dhe inspektorateve në terren. Ku nganjëherë i ndihmojmë edhe çerdhet, edhe ndërmarrjen publike me veturat tonë. Sa është borxhi aktual tash? Borxhi aktual tani është 700.000 euro, 1 milion e një, mund të 600, 700, tash saktë sa kam bërë, domethënë po kjo është 600.000 euro, 1 milion e gjysmë euro janë paguar të borxhit të vjetër dhe gjitha këto investime që ishe janë paguar, asnjë borxh nuk ka kompanitë që kanë punuar. Pra do me thonë Kompanitë janë të sigurt që janë të nga pastra. 2.7 Është 600.000 kemi zë, 1 milion e gjysmë. i kjo bjen 2 milion më pak. Nga 2.7 në 700.000. Po, nëse e merr edhe ndërmarrjen, tani folëm vetëm se e ndajta, 2.2 milion është komuna dhe 500.000 është ndërmarrja publike. Në komunë tani, se për këtë duhet ta pjesë drejtori, sa i duhet të ma detajoj domethënë, ose në 6 muaj kur më sjell raport të di saktë çka të flas për ndërmarrje. Se me ligj obligohet në 6 muaj të më bëj raportet dhe drejtori. Po për komunën ju them që ka borxh 600-700.000. Domethënë 1 milion e gjysmë euro e kum zbrit borxhin, e kum paguar. Nuk ka borxh, tani ka 600-700.000. Edhe ai borxh është përsëri i SMS. Kurse kompanitë janë 0-0. Kompanive private nuk kemi asnjë borxh. Borxhi i ngelur është ende domethënë me SMS, 600-700.000. Domethënë nga ajo kum paguajt 50%. Po të mos e kishte bëu ato, 100% do kisha shli borxhin. Mos e kishim pranuar ato marrëveshje në gjykat që kanë pranuar. Zoti Seferi, se për këtë borxhet komunal, zotoni ju se gjatë mandatit tuaj do ta pra gjithmonë nëse merrni besimin e qytetarëve do ta shlyeni dhe nuk do ta fusni komunën më tepër në borxh. Do të jemi shumë transparent në qeverisjen tonë. Do të jemi kështu llogaridhënës ndaj qytetarëve. Çdo projekt, çdo sen çfarë do të bëjmë do të jetë në bashkëpunim, do të kenë qasje qytetarët na mendojmë të bëjmë një portal kështu që komuna të jep
llogaridhënie qytetarëve në raporte 3 mujore, 6 mujore, do t'i qesim aptazi këshillin, punën e këshillit, që ta dinë qytetarët çka mirët në interesin e atyve. Në aparat, në aspekt, unë s'kam borx kërkujt, si Mehmet Seferi. S'kam borx as në një grupacione ose diçka tjetër. Unë do t'jem transparent, edhe do t'jem llogaridhënës për edhe 1 euro, do t'jen qytetarët, do t'jen Ndjeni se ku shkojnë. Po. Edhe ato para që i argjohen për shtusën, unë do t'i destinoj për zhvillim të komunës, jo për argjime. Me që disa herë me radhë u abona pyetjet juve të parin, tani do të vazhdojmë me zotrin Seferi. Në çfarë gjendje janë shkollat dhe çerdhet në komunë të... Sa për borxhin edhe një replikë. Do me thënë që në këtë mandat ju garantoj që do shlihet ai borxh. Se kam vazhduar me gjitha këto investime dhe 1.5 milion euro unë kam shlier borxhin. Shif, informatat jo... Dhe, jo këto jenë korekt. Informata jo sakta unë e zdu, për qatë se s'kam informatën e sakta. Unë është dhënë një... Ti jesh i sigurt mund të më thuash në çdo kampanje. Jo, ti duhet ta nxjerrësh këtë si komunë, në web faqen e komunës. Unë kam informata tjera, po masi s'kam të vërtetuar s'guxoj ti foli komunës. Ti jesh i sigurt. Dhe në qoftë se në një debat tjetër nuk janë këto që ti the, mund të lirisht të më thuash. Ti jesh i sigurt që të informoj 100%. Unë kam informata tjera, po masi si kam fakte, tash komunës së Vrapçishtit dhe të informoj detajisht informoj për çdo gjë. Tani mund të kalim këtë. Tash për arsimin. Në çfarë gjendje janë shkollat, pikësparit dhe çerdhet? Çfarë parashihni ju për ta përmirësuar pra punën e arsimit dhe çfarë do të bëni ju çfarë investime do të bëni në aspekt kulturor pra organizimin e eventeve apo shënimin e ngjarjeve të ndryshme? Për arsimin na planifikojmë ta njerëz ta depolitizojmë. Arsimin. Nuk do të kese antar partive politike, drejtor ose dikush tjetër, ose unë do të shkoj në atë aspekt që njerëz me program, ai i cili do të mundet ta zhvillojë arsimin, ai do të jese bartës i asaj funksioni. Po të na është politizuar shumë arsimi, ka nepotizëm, nuk ka kvalitet, na iki rinia krejt. Na është një fenomen të na studentët e komunës Vrapçishtit që kanë kryer këtu, sun janë gjindë këtu, kanë dalë jashtë, kanë prosperu pa masë. Ajo është pse atje ka korektësi, ka garë dhe ka meritokraci. Dhe na arsim, komunën tonë janë gjendje situatë shumë i keqe, pse nuk ka meritokraci, nuk ka vlerësim, janë njerëz të afërt kryetarit ose degës partisë ose aty, ato janë drejtora, ato janë në përpozita, avokat janë të afërmit e kryetarit, momental, ka njerëz, për shembull edhe këtë duhet ta ceki, që marrin rroga, s'janë punë, janë jashtë vendit, ato i kemi dhe informata, apo do t'i shpalosim me fakte të vërteta. Për arsimin, prapë thëmë, do t'jenë ato të cilët munden të zhvillojnë arsimin, që do të japin nxënësve një përparësi që do të zhvillohen. Na si komunë do t'i ndihmojmë me kurse, me trajnime arsimtar që të zhvillojnë ta nisin në nivel më të lartë arsimit. Zoti Shabani, ju çfarë do të bëni për përmirësimin e nivelit të arsimit, duke filluar nga aspekti infrastrukturor, por edhe ai arsimor pra, dhe çfarë do të bëni për zhvillimin e kulturës në komunën tuaj? Fillojmë domethënë nga ajo depolitizim që e tha. Nëse ndonjë ka pas më shumë se ta depolitizoj arsimin, ti je i sigurt se jam unë. Dhe këtë e kam premtuar në 2017 dhe qëndrojnë ata. Kam ashtu dhënat Okej. Ja tash do ta bëj një elaborim të jemi korrekt. Do kujtohet në 2017 kur më ke pyetur një pyetje. Pikërisht më ke pyetur për arsimin. Kujtohet? Jo. Nëse jo, ta japim shkolla e Vrapçishtit. Jo, kam pyet cillës parti takon. Jo, një herë ata po LRP, pastaj hinëm domethënë në pjesën e arsimit. Të kam thënë nga atë. Të jesh i sigurt që ata të cilët do të jenë adekuat me LMI dhe me provim shtetëror, ato do t'i kaloj të marrin vendim dhe do i zgjidh këtë problem. Dhe kam qëndruar të. Pikërisht tani nuk e di sa është etike, po është në rregull ta sqaroj. Ka qenë me vetë ju. A ka ndodhur me vetë ju ky rast? Ku unë ju këmë dhënë vendim dhe... Ajo s'ka lidhje, ka taku, kështu që se me... A e këmë respektu këta. Para me e respektu se kemi intervenu partjakisht. Jo, po. Së është partjakisht në procedur ligjore politik. Jo, ti nuk i pëshe një erat, po. Unë e kam bajtë shoqën të me Vranjovcë.
I keni mbajnë mandatit tu. Ai dhash vendin. Ishte kryetari Bajram Kadria. Ai dhash vendin. Nuk i A u ka nënshkruajt ato me thonë transferi? Po me të mos e të kishte ta nënshkruaj. Pse? Po rre. Do e marrim. Kjo është korrektësia. Okej, e lëm. Ashtu do e mos ajo ta bëj. Po ashtu si intervenuar ti, e din ti shumë mirë. Edhe për këtë e kam bë për çdo njëri. Ja të tregoj, po për çdo njëri, që të tregoj se procedurat si janë, se nuk ke informacion, është se s'ke tjenë në këtë sferë dhe normal që është. Normal mos i dish të Kam gjitha. informacione shumë mirë. Drejtorët zgjidhen me konkurs publik. Ku për zgjedhjen e bën këshilli i shkollës. Atë nuk ka më di kandidat që të mund të zgjedh kryetari i komunës. Haroj këtë. Atë që ta sjell këshilli i shkollës në evaluim, do me thonë kush kanë konkuruar dhe bëhet përzgjedhja, ta mbaroj. Bëhet përzgjedhja, do me thonë nga këshilli i shkollës dhe i propozohet një kandidat kryetarit komunës, ku kryetari i komunës patjetër e ka ta emëroj drejtor. Dhe nuk ka kryetari ideale çka duhet të jese, ama ti ideale. ideale. Treguja edhe procedurën. Unë e di ku si bëhet, e di si bëhet tash kohën tonë këto 8 vjet. Dhe nëse vjen një drejtor, nuk keme mundësi ti mos e nënshkruash atë. Haroje. Do e zgjedhësh atë i cili ka se mund të ketë një. Si del kredit janë shokët e tu të afërt, si vjen këtu afër me të partisë tu, si vjen ajo. Si janë të afërt. Kredit janë drejtorët ishin të afërt me ju. Ose një shoku të afër, gruaja, burri. Do jo, rrethi është aq sa që ne krejt jemi të afërt. Ne, për shembull, njoh njerëz edhe më të aftë që mund ta bëjnë atë punë ti si ka. Cilët janë? Ja, unë do të hap një mundësi, ti masdit një, nesër do e bëj një. Hajde, folim. Masdit një që ka më shumë aftësi dhe pjesa e tjetër kur, domethënë kur janë konkurset, punësimet në përshkolla, a janë adekuat ajo. Në qoftë se unë ta them ti që beso që për çdo lëndë unë e përpiqem të gjejmë njerëz adekuat. Dhe më nuk e ndaj është i komunës së Vrapçishtit apo i komunës tjetër. Unë të jesh ideale, ashtu e bëj. Jesh sigurt që marr nga komuna tjera vetëm adekuat. Ja në Vrapçish do të tregoj një nga Bukovina që i kam dhënë vendim, se është adekuat. Nuk kam mund për lëndën e matematikës, ka ardhur një nga Negotina, që tash nuk përmendim emra, po ti ndoshta duhet të dish. Ka marr nga komuna e Gostivarit që janë adekuat. Dhe nuk e kam politizuar për vota apo për diçka të marrë nga komuna e Vrapçishtit, se sot do më donë. Po s'ka, tash janë largu popullata, s'ki matematikë po ti si do e zgjedhësh kur s'ka? Unë do t'i sponsoroj. O do e sjellësh nga Shkupi, o nga Gostivari, do t'i stipendoj nxënësit e komunës tonë, ta vazhdojnë këtë, po nuk jemi tash ke nxënësit. Tash jemi ke profesorët, njerëz adekuat të lëmive të cilët ne i kemi lëndë. Kemi plan që do ta zhvillojmë arsimin, na nisim poshtë. Kemi plan, shumë planin e bën Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit ka plan vjetar. Do të thonë Ministria e Arsimit ta përcjell ti. Dhe ti do t'i ndjekish ato pas ministrisë. Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit do t'i ndjekish pikë për pikë. Edhe kjo, dhe nga kjo ne nuk është zhvilluar komuna jonë në aspekt të arsimit, nuk ka zhvillim shumë. Unë angazhohem ti një herë nëse ke menduar, besom që unë 10 herë në çdo konkurs kërkoj njerëz. Unë kam fatin që kam jetuar në Shkup. Kam pas si punohet Çajir, edhe kam pas ti si punoj. Çati është gërtet. Jo, mos fol ashtu, jo. Gërtet, Okej, debatin e kemi për komunën e Vrapçishtit. Ju lutem. Kjo do të thotë shkurt që unë shkurt lutem për shkak se kemi edhe dy tema që do të diskutojmë bashkërisht, kemi arritur të gjejmë njerëz adekuat për evente kulturore shka për. Shkurt lutem, po. Këtë Hyseni vjen pe Gradici. Në atë gjendje që ish busti Mehmet Pash Derallës, aty s'kam pa unë Kërkundi që ashtu. Është heroi kombit, njëri me vlera kombëtare. Vend që të bëhet ai vend haq, çka thëmë na. Shifnin fotografit, nëse ai para shtëpisë vetë 2 metra, ka 4 metra më thanë, e pash, ajo është në një situatë mjerueshme përmendorja, rrethi, është me qenë, me sen, ajo është përdhosje. Kohën time nuk do ndodhe ajo. Ai kurse në ka rregulluar oborin e vetë, s'u ma rregullon mua oborin. Kupton? Për to evente, për këto se na kemi program, do t'i sponsorojmë, do t'i finansojmë shokjatat kulturartistike, shokjata vallëzuese. Para bustit, e si do bësh eventet si janë çfarë jo evente me bust. Jo, do të por s'jarim të krijoj datë feste. Do të krijoj datë feste, do të sponsorojmë nga komuna që të jesë një festë tradicionale dhe të jesë ajo. Kemi me këto me 28 tetor kemi, ti je sigurt që bëjmë këto. Ti s'ke vogël, ti ke pa bus si duhet. Po, ti jam pimin çizimet, foto që do t'i jap nesër ose sot. Jo, që kam lëshuar këtu. Personat ato. Nëse ke digun një çizimet unë do. Jo, vetëm ta i busti. Nuk mund ti ofroj lule bashkë me kolegët, me drejtorët e shkollave, do t'i jap gjitha fotografitë ti ke. Po çfarë mund bëjmë më tepër ta jo? Zoti Shabani, ju lutem. Zoti Seferi, të kalojmë, kemi edhe 2 tema tjera të cilat patjetër duhet ti diskutojmë dhe pastaj në fund nga një mesazh do jepni për shikuesit se
e pse ato duhet të ju votojnë juve. Pra, fillimisht do kisha dashur që t'ju pyes çfarë keni para pa me qend endacak. Pra, është një rrezik i cili ju kanoset sidomos fëmijëve të cilët shkojnë në shkollë, e sidomos tash në periudhën e dimrit kur nga i ftohti e dim që qend endacak edhe bëhen më agresiv. Pra, cënohet direkt e drejta e fëmijëve për të jetuar. Pra, është një gjendje alarmante që gjithashtu gjendet jo vetëm në komunë Vrapçishtit, por në gjithë Maqedoninë. Çfarë do të bëni ju zoti Seferi për ta zgjidhur këtë problem dhe që fëmijët rahat të shkojnë në shkollë? Shif, na planifikojmë të krijojmë me boks ashtu në diçka, një qend, me vërtet është shumë problematik. Jo Vrapçish, Gradec, po këtë komunën tonë është ka problem dhe shumë ka fëmijë që janë kafshuar, janë në spitale me probleme gjykime. Është fenomen ajo, se di pse veç tenandot apo fugin dikush prej komunave tjera veç tenand. Po është kjo puna se nuk ka angazhim nga komuna ta ndërprete atë. Shumë na kemi shumë vende ku mund të krijojmë bokse, ti gëzojmë, ti pranojmë, ti injekcione t'japim për to smundjet e atyre. Ti sterilizojmë. Për sterilizojmë, është puna, është nivel Maqedonisë kjo probleme. Tash duhet pak ma problem do t'jesë ajo. Po është mirë të angazhohemi na si komunë, të krijojmë një 2-3 veta, ti angazhojmë, ti kapin ato, ti sterilizojnë, ti bëjnë, edhe masanej është një program me bashkësinë ndërkombëtare këto ruajtjen e qenëve për kombinim me ato ti rregullojmë këto probleme. Okej, zoti Shabani, ju çfarë keni para pa? Po. Pra, me të njoftu se do të kemi komunën e Vrapçishtit. Qytetarët na kanë dërguar informacion se kanë hasur shumë shpesh në rrezik nga kafshimi që më ndërcak. Jemi në dikime me gati se me çdo tjetër. Çfarë do të ndërmerrni zotri Shabani që fëmijëve t'u garantojnë jetën? Ne kemi ndërmarrë këto dhe ne tani jemi duke këpër, domethënë, qendrën për strehim të qendrëve në cak dhe ajo është në nivel regional. Ku të 8 komuna, 9 komuna që bëjmë pjesë në regionin e Pollogut, kemi ndarë vendin, kemi rregulluar tokën. Tani domethënë në këtë mandat presim që bashkërisht ne ta fillojmë ndërtimin e kësaj qendre, domethënë shtëpisë për trajtimin e qendrëve në cak. Ku ati do t'i trajtojmë, sterilizojmë shumë me radhë, dhe pastaj do t'i, se ka edhe ke shpordërime, t'jemi realist ke kjo pjesë, mos bëjmë politik, nuk i ndodhëm vetëm Vrapçishtit. Të gjithë ne kretarët e komunave e flasëm këta. Ka që vinë hudhin nga ajo komunë, bëhet ke shpordërim me tenderimin e asaj që dikush e merr, të bëjë domethënë sterilizimin e qendrëve. Çfarë bëjnë ato? Marrin nga ajo komunë, ku kanë marrë tenderin, paguhen për një qend, domethënë 10.000, 15.000 denar, që është një kosto shumë e lartë për një trajtim, se komunat nuk kanë edhe buxhet, dhe çfarë bën? Ai nuk e trajton, ka ke shpordërim, merr atë dhe e hut në komunë tjetër. Kushtimisht të themi nga Kërshova e sjell në Tetov, Gustivara apo Vrapçisht kudo. Po ndonjëherë ndodhen e kundërta, nga Tetova shkon andej shumë e radhë. Kjo është një problematik shumë e gjerë, ku ne në nivel të regionit e diskutojmë dhe shohim mundësitë më të mira që të mund të bëjmë zgjedhjen një herë për gjithmonë. Po kjo është hapi i parë që ne kemi filluar, kemi bërë zgjedhjen dhe tani shumë shpejt do të bëhet, domethënë, edhe strehimorja për qend. Okej, tash Ti ishte, më vjen kështu pak interesant, ishte që kandidon për herë të parë, kisha besu edhe kështu, që 8 vjet je ti, 2 mandate, do ta bëj, unë duhet ta them do ta bëj, do ta bëj. Ti o dash ti bëj çto bëhet në hapa, e di çfarë do, një herë kemi bërë zgjedhjen e tokës, që të mund t'i japim domethënë status juridik. Na ishte këtë toka s'kam bet ku ma të gjejmë. Mos mërzit se ka, gjithçka ka dhe gjithçka për investim, ka edhe diçka, mos mërzit. Dhe ta dish, mos i shihni edhe ato si komunë. Kategori jo ti je i sigurt se komuna nuk i shet, i administron. Është avokat i shtetëror, ti je advokat. Aty do t'i thosh që ti i shet. Po nëse ne kemi projekte konkrete, do shiten edhe do vazhdojnë shiten. Ti je i sigurt për ato. Barem kemi beneficion. Ti shit, u shiten nuk shiten, s'kemi as zhvillim ekonomik, as gjithçka janë të hapur, ke pa investime se po dil një herë nga që të më një zonë industriale që nuk e ke ndru ti atë zonë, se ti ke qenë 8 vite ke mund të bësh ato. Aja aty veç një fabrikë është ndërtu? Krejt ndërtu, ishe edhe Bektelenkën tani kampi, kjo është edhe projekte tjera gjitha, se ti e di shumë mirë dhe me thënë ka kontrat. Ai cili nuk i përmbush kushtet, toka do të kthehet. Njëjtin rast si u ndodhi juve në Rrogatin, ju e datë me ministrinë, kur ti ke qenë advokat bësh me Bajramin në fshatin, u kthej. Jo, do të them që do të kthehen, gjithë ato që nuk investojnë, ti je sigurt do të kthehen. Jo, unë do të them, unë do të them, ti je sigurt. Pra. Edhe rregullimi i tokës, ku të thash bëjmë rregullimin e tokës, këtu për qendrën Ndacak, dhe i kam dhënë edhe leje projekt. Kemi bërë edhe projektin për këtë,
kemi dhënë edhe le, tani gjitha komunat duhet të participojmë në atë projekt. Regionalizim, Do participojmë, do të thonë do mbledhim buxhetin. Sa do na duhet për informata, projektin? I ke informata, tu e ke edhe Bilallin, do me thonë që ti është i sigurt të jap nëse plasin nuk bëj politik, po jam realist. Gostivarit, Tetova, Vrapçishti. Problem regional, nuk thash nuk fajsova ju. Dhe e zgjedhim ne këtë. So shumë problem, shumë e pranova, shumë problem real. Se nuk zgjidhet se unë duhet ta mundim, nuk mundoni. Jo be mundo. Unë tregoj çfarë kam bë, unë e di si e kam bë gjithë këtë punë. Ne një herë kemi do ta bëj, unë duhet ta bëj se tregova çfarë kemi rregullu, tokën një herë kemi rregullu. Njëherë o dash të japim në shfrytëzim të përhershëm regionit, duke marrë domethënë polkim nga qeveria, se ti e di shumë mirë procedura si shkon. Në një tokë shtetërore për t'ia dhënë dikujt në shfrytëzim të përhershëm, aty vendos qeveria. Me vendim të qeverisë. Ja kemi dhënë regionit, e kemi bërë planin detaj, kemi bërë projektin, kemi dhënë, unë kam dhënë leje ndërtimi sa në territor të komunës së Vrapçishtit dhe tani na duan vetëm financat. Dhe ajo do të bëhet për ndihmul kur ti kemi financa shumë shpejt bëhet ajo. Okej, shkurtimisht, zotri Seferi, a ndodhen edhe në komunë të Vrapçishtit mbi popullimi i administratës komunale? Pra, a kemi më shumë punëtorë se sa që duhet dhe nëse na ndodh kjo, çfarë do të bëni ju në këtë aspekt? Aty mbi popullim të administratës. Ma problem është efikasiteti asaj administratës, kupton? Nuk janë në shërbim qytetarëve si duhet. Aty është problem tash të vish komunë është janë ballafaqju vetë. S'ka kusht e dera, s'ka kusht na. Në sillesh, çajo 2-4 shumë e vogël është dhe nuk kryen një punë që duhet kryet për 5 minuta, ti kryen për 2-3 ditë, kupton? Tash aty do të bëj profesionalizmin atij administratës, që të jenë shërbim qytetarëve, jo qytetarët janë shërbim personave që i ka caktuar zotëri Hyseni për interesa XX aty që ka rrinë. Ato edhe këtë du të thonë, me ardhjen timeve që këtë shkurt të thonë, me ardhjen do të revidoj kretë marrëveshje që ka po komunë kryetarit deri tash, edhe do të bëj revizion, do të shoh kretë, edhe ato do të jenë puna ime e parë që do të bëj kur tin komunë. Okej, zoti Shabani, në të gjitha komunat pra kemi pa që gjatë kohëve të zgjedhjeve, por ndonjëherë edhe më herët bën kontrata, jepen vendime, mbi ngarkohet administrata. A ka ndodhur kjo gjë te ju? Dhe nëse po, si do e bëni këtë dhe çfarë planifikoni në këtë vit? Se kam reduktu. Kur kam marrë, unë domethënë ka pas 51 të punësuar. Tani kemi vendim 35. 16 kam larguar nga administrata efikase tjetër. Tha dhe unë e kam bërë këtë. Dhe ndërmarrjen nga një ndërmarrje që ishte fantastik. Ja marr njerëzve kundërtie që kanë bëj dina, ka ndodhur tragjedia, cilin e kam larguar një shka punu. Kreti ke larguar. Tash mos duhet përmendi emra. Ti e din shumë mirë. Thuaj konkret, thuaj me emra. Nëse është e vërtet kjo, thuaj me emra kjo. E di unë që kam larguar. Ato që s'kam punu, është e vërtet. Nuk është e vërtet. Ti ja marr politikisht. Jo, asnjëherë politikisht. Ja marr politikisht, ka ndodhur. Ti je i sigurt që ja marrje s'kam bë. Të gjithë domethënë me të thënë që unë 80% e ende 70, mëse them 80 është administrata e vetë kur që jem para 8 viteve mberëm. Ato që kam punu, i kam vlerësu dhe vazhdoj t'i privilegjojnë punë. Ti je i sigurt për të? Ka pas administratë mirë atëherë. Sa ka pas jam vlerësu, ato kanë ngjerë. Ata të cilët kanë ent rrugëve, kanë breth rrugëve, andejnë kafe, këndej, ato e kanë marrë fakturë. Apo tash ti je shef ti punëtorët e tuaj 24 orë me vetura nëpër komunë. A punojnë si para polici. Unë dola ti fotografoj deponit e egra, 2 vetëm ndalen. Unë thash, ka sherif të rinë këtë komunë, edhe largohuni këtu. Se ndë sherif jam unë, shumë mirë që ato të kanë bënë kontrol. Ta shosh që bëjnë kontrol. Jo, nuk bëjnë kontrol, ato e ndërtime pa leje, ato dalen për të bëtë që e disa ankesa ka, ti e di shumë mirë. Ka me telefon, ankesa anonim, ka të deponuara në arhip ankesa, ku obligim ligjor inspektori ka në teren për da. Dhe inspektori është i sigurt që inspektori e mban atë vetur dhe është 24 orë inspektor. Edhe me ligj është. Edhe të jesh i sigurt se inspektori nuk e menaxhon kryetari i komunës. Pavarësisht se është i punësuar në komunë. Në sistemin është në këshillin e inspektorëve. Ngati. Da e dim si funksionon ajo komunë. Kjo është ligji, jo. Të jenë procedurat. Dhe ti jesh i sigurt që ato që kanë punuar, ti jesh i sigurt i kanë privilegjuar dhe do vazhdoj privilegju. Interes të qytetarëve, interes të komunës së kryetarit. Nëse s'ka ndodhur qytetarët e din. Ja me 19 kemi arritur në fund të emisionit, do kisha lutur për fund të jepni nga një mesazh për qytetarët e komunës së Vrapçishtit, se pse duhet ato të ju votojnë juve, shkurtimisht i lutem, duke filluar nga zoti Seferi, kamera juaj është ajo aty, ju lutem drejtoni qytetarëve të komunës së Vrapçishtit që ta shohin realitetin. Edhe kërkoj votën për atyre që do të zotojmë, do të dalë krah qytetarëve të komunës së Vrapçishtit.
dhe ta shohim këto 8 vite që s'është punu kur gjë dhe të na japin neve besimin që ta marrim ta arrisim në një nivel më të lartë këtë komunë, kese zhvillim ekonomik, kese depolitizim të arsimit, kese pastërti, kese ekologi, kese ujë të pishëm, kese kanalizim, kese marrëdhënie ndërnjerëzore të mira, jo si deri tash me konflikte, me sende. Edhe ju lutem, mos i bini pre shantazheve, kërcënimeve, po votoni me drejtën e ju, të cilit mendoni është më i mirë për komunën e juaj. Faleminderit. Faleminderit zoti Shabani, kamera juaj është aty, ju lutem drejtoni qytetarëve dhe drejtoni sepse duhet atë t'ju zgjedhin juve para zotit Mehmet Seferit. Apeli im deri tek qytetarët është se realitetit cilët gjitha i përmendi edhe kundër kandidati, këto janë realitet që qytetarët i prekin çdo ditë, të gjitha investimet domethënë në infrastrukturë, në ujësjellës, në kanalizim, arsim, kulturë e gjitha këta që i përmendëm ka një realitet të vërtetë. Që këto janë bërë në mandatin tim, do janë të pamohshme dhe prandaj kërkoj nga qytetarët që projektet të cilët janë duke u punuar që gjatë mandatit të ardhshëm të mbarojmë edhe këto projekte, në veçantë kanalizimin të cilin e kemi për 51 kilometër në gjithë territorin e komunës. Faleminderit. Faleminderit shumë për juve, çmoj që gjetët kohë të na bashkangjiteni këtu dhe që pranuat të jeni përballë njëri tjetrit, të shpalosni idetë, të replikoni dhe ta kundër replikoni njëri tjetrin, besoj që keni kaluar dhe ju mirë. Takime tjera. Patjetër. Të nderuar shikues, ishte ky debati me zotrin Mehmet Seferi nga koalicioni Vlen dhe zotrin Isen Shabani nga koalicioni Aleancës Kombëtare për Integrim në lidhje me komunën e Vrapçishtit. Ju qëndroni me televizionin Koha sepse vetëm pas pak do të ndiqni debatin me këshilltarët, me kandidatët për këshilltar komunal nga po e njëjta komunë. Ju falenderoj.